Po, gjatë procedurës të autopsisë mjekëligjore, është konstatuar vrima hyrëse në regionin e djathtë moror të kokës, e shkaktuar nga veprimi dinamik i prerjes së hedhur nga armë e zjarrit, e cila ka pas drejtim nga djathtas majtas, nga përpara pirtas dhe pas, dhe nga poshtë pirtas lart. Është e rëndësishme të ceket se pjesë metalike të kësaj prerje është gjetur në anën e majtë morore të kokës, e cila është dorëzuar si provë sipas zinxhirit të ruajtjes së provave të policët hetues. Si rezultat i kësaj plage, ka ardhur edhe gjakderdhja e brendshme dhe jashtme trurore, e cila është edhe shkaku i vdekjes. Gjatë ekzaminimit të plagës hyrëse, kemi konstatuar përreth vrimës hyrëse prezencën e faktorëve plotësues të qitjes, të cilët kanë shkaktuar djegjen lëkurore me prezencë të grincave të barotit dhe në bazë të këtyre provave mjekëligjore është konstatuar se distanca e qitjes sillet rreth 2 deri në 5 cm. Përjashtohet mundësia e vrasjes me puthitje apo gjysmë puthitje për shkak të mungesës së stampimit të tytës së armës në indet e buta përreth vrimës hyrëse të plagës. Meta për që edhe formën në fundu. Plaga është përshkruar se ka formë trekëndëshe, e cila është e shoqëruar me thyrje të shumë peshta kockore. Dhe e shoqëruar me plozë përreth. Në raste të ngjashme, kur mungojnë të dhënat preliminare nga vendi i ngjarjes, gjatë kryerjes së autopsisë mjekëligjore, kryen edhe ekzaminimet e detajuara të shuplakave të duarve të ndjerit apo ndjerës. Edhe në këtë rast, kemi kryer ekzaminimet e 2 duarve të tani më të ndjerës, në mënyrë që bazuar në prezencën apo mungesën e faktorëve plotësues të qitjes dhe njollave në klapa spërklave të gjakut,
është eliminuar mundësia që e njëjta të ketë përdorur ndonjë armë apo të ketë shkaktuar vetvrasje. Edhe mungesa e shtangimit kataliptik të gishtit tregues është një provë tjetër plotësuese kataliptik. Po. Është një provë tjetër mjekurisore që e plotëson konstatimin e parë. Dhe nuk lë asnjë dyshim për ndonjë mundësi tjetër. Gjatë procedurave standarde të autopsive mjekurisore, përveç plagës vdekjeprurëse, ekzaminohen të gjitha dëmtimet tjera eventuale trupore, e në rastin konkret, gjatë ekzaminimit të jashtëm trupor, është konstatuar gjakmbledhja nënlëkurore, vizhliese hematoma, me përmasa rreth 6 herë 1,5 cm në regionin e sipërm dhe të jashtëm të krahut të majt. Kjo gjakmbledhje është përshkruar me përngjyrim të kuqe dhe blu. Vetë përngjyrimi i tillë, bazuar në literaturën shkencore mjekurisore, dhe praktikat mjekurisore, dëshmon se kjo gjakmbledhje është shkaktuar para ose gjatë vrasjes së tani më të ndjerës. Ngjyra e kuqe tregon praninë e eritrociteve të freskëta dhe të oksigjenuara të dala nga enët e gjakut në momentin e traumatizimit. Kjo është tipike për fazën akute, kurse ngjyra blu shfaqet kur hemoglobina fillon të deoksigenohet dhe degradohet. Përjashtohet të deoksigenohet dhe degradohet. Përjashtohet çdo mundësi tjetër që kjo gjakmbledhje të jetë shkaktuar pas vdekjes së tani më të ndjerës.